Përshëndetje shikues të televizionit Dugagjini, emisionit Sheshëm. Po shihni edhe këtë të diele në emisionin ton Sheshëm, ku përveç se kemi të sheshme recetat, të jashtëzakonshme kemi edhe bisedat të cilat janë ndoshta mbelmesat më të mira të ushqimeve të cilat i sjellim çdo të diele pasdite. Sot përveç që kena shumë elegante recetën, të cilën e kemi përzgjedhur me bë e ëmbël, edhe është një recetë shumë tipike franceze, na kena zgjedhur me fol për te kufeve. Kemi zgjedhur me fol për diplomacinë vullnetare qytetare, për një humanizëm i cili nuk matet me aspektin material, po matet me aspektin e asaj se sa dhe si konkretizohen gjërat të cilat i ka të nevojshme një shtet, sikurse është vendi ynë. Aq më pak për një femën e cila në vullnetin e saj ka thyer të gjitha tabut dhe ka shkelur të gjitha kufit shtoja faktet edhe vendet të cilat nuk e njohin zyrtarisht shtetin ton, ka bërë diplomaci dhe ka prezantuar vendin ton në mënyrën më të mirë të mundshme. Veç kësaj, ka shkelur dhe ka prekur terrenet të cilat ndoshta diplomacia zyrtare ende nuk i ka bërë. Me mua sot në studio dhe me juve për me e fol rreth eksperiencës së saj të jashtëzakonshme, vullnetit të saj dhe mënyrës së saj se si dialogon dhe mënyrës së saj se si prek temat të cilat kanë impakt drejt për drejt në shoqërinë tonë dhe në shtetin tonë, kemi ftuar në studio femre ndoshta të vetme që nuk ka nevojë me thonë në aspektin profesional, është Elvana Shala, e cila është e vetme jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rajon e cila bën këtë aktivizëm i cili është i jashtëzakonshëm. Përshëndetje. Përshëndetje Elvan, dhe nuk di sa mujta me të përmbledh. Jashtëzakonisht mirë, faleminderit shumë, shumë kënaqësi. Faleminderit që je ardhur, sepse është format krejt ndryshe për ty kjo. Po e shoh, interesant. Po besoj që është shumë interesant me fol për temat më dhaja në kuzhinë. Po, patjetër, s'm pas ka rastis më herët, kështu që po besoj që me u kënaqë edhe unë dhe shikuesit. Është një sikur shpejt që flasim për gjanat më të ndjeshme e më të mira, më të mëdha, po zgjedhim kuzhinën që aty ku gatuhet, ku bëhet një zhurmë, është edhe emocion i veçantë me ndo. Zakonisht besoj që bisedat më të mira dhe më të thella bëhen pikërisht në kuzhinë. Të paktën edhe unë kam këtë. Jo kot kemi qenë, po mu dhe televizionin, për mu dhe televizionin është respekt i jashtëzakonshëm me pas një figurë sikurse je ti. Faleminderit shumë. Sa është me rëndësi puna që ti e bën dhe sa e prek dhe e sheh impaktin që ke jep. Njerëzit e din, njerëzit e shohin Elvanën vazhdimisht tu frekuentu shtete dhe vende të ndryshme dhe shpesh herë je ajo figura që dëpërton dhe hyn në protokollin shtetëror saqë e kanë të vështirë të ndajnë nga diplomacia zyrtare. E thatë edhe vetë në fakt të qenit e para dhe vetëmja aktualisht diplomate e llojit të tillë, natyrisht që është sfidë në vete, por në të njëjtën kohë është edhe detyrë edhe privilegj, kështu që përgjatë këtyre 3 mandateve, sepse tani kam hyrë në mandatin e tretë, jam munduar maksimalisht të bëj më të mirën, ashtu siç e thatë edhe ju në hyrje, të frekuentoj vende të cilat ndoshta janë të pamundura për politikën e Kosovës dhe jo vetëm, por natyrisht edhe të sjell projekte të cilat kanë qenë të pabëra më herët këtu në Kosovë dhe kryesisht për të prekur fushën e të drejtave të njeriut dhe kategoritë e ndjeshme të shoqërisë. Natyrisht që ka qenë vështirë, nuk diskutohet, gjithmonë është vështirë të jesh e para dhe të hapësh ato rrugët që ndoshta kanë qenë të pashkelura më herët, siç e thatë edhe ju, por sot kur flasim 11 vite pas, konsideroj që është bërë një punë shumë e madhe, ka qenë një sukses jo vetëm për mua personalisht si Elvan, por për tërë Republikën e Kosovës dhe tani jam me fat që do të filloj edhe mandatin e tretë që kjo punë të vazhdoj. Patjetër, duke i numëruar mandatet e tua, sigurisht ky numër nuk është vetëm numër i thjeshtë për t'u lexuar, por është një numër që brenda këtij numërimi shihen dhe reflektojnë sukseset që i ke pas. Besoj që po, Valentin, vetë fakti ndoshta që kam arrit në 3 mandate, flet mjaftueshëm qartë për sukseset edhe për punën e madhe që është bërë, pavarësisht faktit që ka pengesa të ndryshme, pavarësisht faktit që ka vështirësi dhe sfida, por kur e ke një vullnet edhe një vizion të qartë se ku do të arrish, besoj që gjitha këto të i kalohen. Për me konkretizu në ashta diskutimin, si folëm para se me hy në emision dhe më tregove pak ma detajisht, normal sepse sikurse ti që e ki strategjinë dhe e dim punën se qysh e bën gjatë gjithë një viti kalendarik, jo të gjithë mund të dim. E ke të ndarë mandatin në 2 pjesë dhe kjo ka qenë me iniciativen që ti e ke bërë.
Po, ka qenë kërkesa ime, do me thënë 2014, kur jam emërues, sepse nuk kam dashur me qenë thjesht një ambasadore që udhëton nga një shtet në tjetrin, por edhe të sjell projekte të ndryshme në Kosovë që i sjellin të mira komuniteteve të ndryshme, kryesisht atyre që kanë më pak zë ose nuk kanë fare zë, kështu që ka qenë kërkesa imja që mandatin ta doj në dy pjesë, në pjesën e parë të vitit me udhëtime jashtë vendit në përfaqësim të Kosovës në fushën e diplomacisë publike, siç e thatë edhe ju edhe në vendet që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës apo në organizata që fare nuk jemi antar të tyre, ndërkohë që në pjesën e dytë të vitit vi me një projekt të caktuar të pabërë më herët në Kosovë, që prek nga një kategori të caktuar e cila ka nevojë për zë ose për mbështetje, dhe nga 2014 deri në këtë vit që po flasim, kështu kam funksionuar dhe ka funksionuar jashtëzakonisht mirë. Ju e dini që kam sjell projekte të ndryshme për të gjitha kategoritë e mundshme që mund cilësohen si të ndjeshme të shoqërisë, dhe po besoj që gjithçka ka pasur benefitin e saj. Gjithsesi, kur e ke menduar me ndo iniciativën tonë kështu në dy pjesë, është kjo puna që një herë u thon dhe më pas nga ato udhëtime avokon mbi çështjet të cilat do me i prek? Çështja e udhëtimeve dhe përfaqësimit të Kosovës ka të bëjë me përfaqësimin e Kosovës jashtë në fushën e diplomacisë publike, të drejtave të njerëzit, historisë Kosovës, progresin e saj, do të thënë gjithçka që neve na karakterizon si shtet, sepse është shumë e rëndësishme që Kosova të njihet më shumë ndërkombëtarisht edhe përtej politikës ndoshta, edhe përtej sfidave politike që mund t'i kemi, ndërkohë që këtu në Kosovë shoh gjatë gjithë vitit se çka po organizohet, çka ka më shumë nevojë, në çka duhet fokusohemi më shumë, dhe pastaj në fund të vitit vijon me një ide timën që është krejt ndryshe nga ato që keni mujtë me i pa gjatë gjithë vitit në Kosovë. Normalisht, të operosh e pavarur, të jep mundësinë edhe të kesh qasje? Do të thoja ndoshta e pavarur politikisht, sepse nuk jam person politik, por jam në ombrellën, kuptohet, Komisionit Ndërkombëtar Drejtave të Njerëzit, që ka një status special në Kombet e Bashkuara. Po, natyrisht është një protokoll krejt ndryshe, është një detyrë krejt tjetër nga ajo që ne jemi mësuar të kemi në Kosovë ose të jemi antar të ndonjë partie politike. Ju e dini që për mua nuk ka fare rëndësi se kush vjen në pushtet, e rëndësishme është që vazhdohet bashkëpunimi dhe të përfaqësohet Kosova në formën e saj më të mirë. Natyrisht që ato kompetenca që ka një ambasador i vullnetit mirë nuk mund t'i ketë një ambasador i diplomacisë tradicionale në Kosovë, sepse aty ka stagnime, ndoshta ka kritere tjera në shtetet që nuk na kanë njohur, ndërkohë që ne mund t'i thejmë ato kritere. Ne mund të flasim për vendin tonë, për republikën tonë, edhe aty ku fare nuk na kanë njohur ose nuk jemi shtet antar, kështu që kjo ndoshta është përparësia ime për te diplomacisë tradicionale që zhvillohet në Kosovë. Është me rëndësi me theksu, po besoj që paraqitjet tua në media nuk janë delimituara, ki paraqitje dhe besoj njerëzit e njohin profilin ton. Mirë po, nga aspekti im dhe nga kjo bisede kam të rëndësishme ta theksoj që Elvana nuk merr pjesë dhe refuzon të përfaqësohet aty ku nuk vendosen simbolet shtetërore. Kjo është e vërtetë. Dhe kjo është njëra prej karakteristikave, jo vetëm karakteristikë, po është një virtyt jashtëzakonshëm në mbrojtjen e vendit tënd. Është patriotizmi që modern është da. Absolutisht, është pjesë e protokollit tim që kudo që prezantohem flamuri ose cili do simbol i shtetit Kosovës të jetë natyrisht me mua, po besoj që ju e dini edhe bujën e madhe të fundit që u bë në OKB në Vjenë për shkak të paraqitjes sime me beretën e UÇK-s, e cila koincidoi të jetë në ditën e pavarësisë së Kosovës dhe në kohën kur këtu po mbaheshin protesta në mbrojtje të krerëve të UÇK-s, dhe bazuar në këtë shkas unë vendosa që në OKB të përfaqësoj shtetin edhe në Parlamentin Austriak me beretën e UÇK-s, një bujë dhe disa reagime të jashtëzakonshme nga Federata Serbe e Austrisë atje, natyrisht, por që kishte impaktin e saj. Kam thënë gjithmonë që këtë herë bëra diplomaci të heshtur, pa pasur nevojë të flas ose të mbaj ndonjë fjalim, bereta bëri bujën e saj, dhe për këtë jam e lumtur sepse u kuptua që Kosova është pjesa e asaj konference, ne nuk dalim dot nga OKB edhe pse nuk jemi shtet antar i saj, dhe mendoj që nga një herë edhe këto truqet e vogla të diplomacisë e kanë efektin e saj, sidomos në dukje. Shpeshherë kam dëgjuar të them që arena ndërkombëtare nuk e sheh fort faktin se si vishesh e si dukesh, por në fakt është krejt e kundërta. Gjëja e parë që bie në sy, sidomos për një diplomate, është dukja, prandaj edhe unë gjithmonë kam insistuar që të kem nga një detaj që shpalos historinë e Kosovës. Kjo është e jashtëzakonshme sepse jo të gjithë ju jepet mundësia me e bë një hyrje, një prezantim të tillë, është më pak të një simboli i cili është vetë shteti ynë, është vetë emri ynë, dhe nëse sakrifica i zhduk, atëherë kish me qenë pikërisht ajo veshje. Mendoj që simboli UÇK-s është vetë historia e Kosovës, dhe pavarësisht se kujt mund t'i duket, ose në këtë rast Serbisë si
provokim ose si një simbol i një organizate terroriste, këto janë propaganda që më nuk po ecin as në arenën ndërkombëtare dhe nuk kanë ecur as në rastin tim, kështu që konsideroj që secili prej nesh që merremi me diplomacinë publike dhe kemi mundësi, është mirë që ta shfrytëzojmë çdo detaj të saj që Kosova të përfaqësohet sa më mirë. Çush e pritën, sidomos vendet të cilat përkrajnë shtetin tonë, pavarësinë e shtetit tonë? Tani, ajo ishte pak kontradiktore, sepse ne aty ishim mbledhur për diskutuar për të drejtat njerëzit me fokus të veçantë, personat me nevoja të veçanta. Ishte konferenca më e madhe globale që mbahet në OKB në Vjenë, do me thonë fare s'kishte të bënte me politikën. Por që kishim qenë në përcjellje të misioneve diplomatike që janë pjesë e OKB-s dhe misionit të Serbisë i kam rënë në sy aty, edhe me njerë ka qenë një reagim i fuqishëm ashtu zyrtar që brenda OKB-s po promovohet simboli organizatës terroriste, si që quanin ata UÇK, dhe kërkojmë njëherë largimin e përfaqësuesës së Kosovës nga kjo konferencë dhe nga ambientet e OKB-s, diçka që nuk ndodhi, ani pse propaganda e Serbisë në rrjetet sociale ishte që arritëm ta largojmë simbolin bashkë me të dhe përfaqësuesen e Kosovës. Kjo nuk është e vërtet. Unë për hir të respektimit të organizatorëve beretën e largova dhe të ikë ndonjë incidenti të mundshëm, sepse Serbia priste që çdo moment ta tensiononte situatën dhe në këto rrethana duhet të kesh natyrisht një maturi të madhe diplomatike që mos të ndodhë ajo, sidomos jo brenda një organizate që ne pretendojmë të jemi pjesë e saj, kështu që natyrisht as kjo nuk ndodhi nga ana ime, por që simbolet e Kosovës e as Elvana as si nuk u larguan. Nganjëherë duke tentuar me propagandu diçka, e jep efektin e papritur. Gjithë ajo propagandë ishte në favorin tim. E kam kështu të drejtën, sepse për një javë kam qenë pjesë të gjitha portaleve austriake, të gjitha mediave austriake, kështu top lajme, dhe kur e shisha pastaj thash, okej, në rregull, kjo e bëri bujën e saj, mjafton kaq, s'ka pas nevojë as me mbajt fjalim, po megjithatë më ka pengu fakti gjithë asaj ofenzive që Serbia dita bëjnë arenën ndërkombëtare në kundërshtim të Kosovës, kështu që unë tani jam shumë e fokusuar që edhe lobet shqiptare kudo që janë në përbot të jenë pak më të gjalla, të jenë pak më të zëshme, dhe këtë gjë do ta diskutoj edhe në takimin që do ta kemë me ministrin e jashtëm shumë shpejt, në mënyrë që ne të bëjmë diçka më të madhe dhe të dalojmë krejt këto propaganda. Sa është korrespondenca juaj me diplomacinë e vendit në përfaqësim, jo të asaj që koordinoheni, po ndoshta të asaj se çka ata mendojnë që përmes teje të iniciohet? Është jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e frytshme. Unë kam pasur nga fillimi gjithmonë një mbështetje shumë të madhe të gjitha institucioneve të Kosovës. Ju e dini që çdo përfaqësim dhe çdo projekt i imi bëhet në koordinim me qeverinë dhe me institucionet relevante. Natyrisht dera kryesore është Ministria e Punëve të Jashtme, edhe pas çdo përfaqësimi të rëndësishëm, nisje të negociatave për njohje të shtetit Kosovës ose diçka e tillë, lajmërohet Ministria e Punëve të Jashtme, po ashtu edhe Komisioni për të drejtat e njerëzit brenda Kuvendit të Kosovës, dhe pastaj janë ata që i vazhdojnë procedura tjera. Unë jam vetëm ajo ura lidhse ose dera e parë që hap një negociat ose diçka e tillë në vende të ndryshme, pastaj janë institucionet e shtetit që e vazhdojnë. Ka njerë shumë rëndësi me trasu diçka, mandej kush e vazhdojnë? Është më e vështirë ta trasosh rrugën e para, se sa ta vazhdosh. Kështu që konsideroj që institucionet nga njerë janë me fat, që jam unë ajo që flas e para, e pastaj u alë barën të tjerëve, por deri tani ka rrjedhë jashtëzakonisht mirë dhe ka shkuar jashtëzakonisht mirë. Elvan, përveç, po para se me fillu me pyetjen tjetër, ta prezantojmë çka kena me hongër sot. Hajde se do me zi po pres. Se të pas Elvanën këtu, e kam të pamundur është na me folë sot rreth recetës, sepse kemi shumë çka me folë bashkë. Sot, e thash edhe në hyrje, sigur se kemi musafirën të jashtëzakonshme kemi pas edhe recetën dhe shihen. Kemi bë musë çokoladës, ku kemi mishtuar edhe shije dredhëse për shkak se jemi veç në mars, edhe dredhët i kemi pakës me shije më të mirë, dhe çokoladë sipër dhe mente pak për shije, pak për estetik. Ta shem kurështare, Valentina, kemi me provu në fund ajo. Po gjithsesi. Nuk të shojmë pa e provu gjithë kë respekt, me pranin tonë gjithsesi. Kemi vendos me shkri çokoladën dhe me që nuk kemi kohë shumë me marru muse këtu, ne kemi marrë çokoladën plurt të gatshme dhe vetëm kemi me tret me qumsht dhe me përzit derisa të bëhet një masë homogene, ndërkohë kemi mishtu edhe çokoladën sipër, dredhzat dhe pak mente. Kjo ka me qenë receta të cilën ka me bërë gjatë bisedës me Elvanën. Përveç uniformës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ti e ke pas edhe një moment tjetër, një formë të
diplomacisë, po në këtë rast një segment jashtëzakonisht i ndihshëm ku në vendet e OKB-s, nëse nuk gaboj, ose në një komision ku ke marrë pjesë, ke marrë varëset e punuara nga gratë e dhunuara gjatë. Kjo ka qenë shumë, domthonjë të dyja janë të prekshme. Mirë po, të dyja janë të një periudhë, të dyja janë të një sfide të njëjtë dhe të dyja përfaqësojnë pothuajse historinë e një dimensioni. Po, absolutisht. Kjo ka qenë një nga momentet edhe konferencat më të rëndësishme në OKB në New York në vitin 2019. Ishte samiti filantropëve Nexus, ku ishin pjesë rreth 900 pjesëmarrës nga mbar bota dhe brenda sallës kishte edhe zyrtar të lartë të OKB-s, artistë të Hollywoodit dhe figura shumë të shquara botërore dhe aty kisha një fjalim shumë të veçantë me temën Kosova nga dhimbja në sukses, një histori nga dhimbja në sukses. E mbaj mend që ka qenë një fjalim jashtëzakonisht i prekshëm edhe i dhimbshëm, sa i prekshëm ndoshta aq edhe i sfidues në aspektin e progresit edhe suksesit që ka bërë Kosova gjatë gjithë këtyre viteve, dhe po në fund të fjalimit i pata marrë varëset e punuara nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe udhurova panelistëve që ishin me famë botërore. Njëra ndër to që ka pasur edhe nuk? Po ishte Cara Delevingne, artistja e Hollywoodit Cara Delevingne, e cila e pranoi me shumë kënaqësi, madje ka postuar edhe foto me të. Ajo bëri buj jashtëzakonisht madhe se ishte e veçantë dhe sidomos kisha prapa vetës në OKB edhe flamurin e Kosovës, diçka që është totalisht e ndaluar në fakt, brenda institucionit të OKB, sepse nuk ishte antar, por në këtë rast, duke qenë ambasadore e vullnetit mirë lejohej, sepse isha shku si përfaqësuese e Republikës së Kosovës, dhe mbaj mend që ka qenë fjalimi më i duar trokitur në atë periudhë. Po flas për vitin 2019, kjo ka qenë një moment që gjatë do ta mbaj në mend. Do thotë, je personi i cili përveç që flasim këtu dhe ngrijem zonin dhe reagojmë ndaj mbrojtjes së historisë tonë e cila veç është duke kaluar në momente jo shumë të mira për shkak të gjykimit që është duke bërë, je personi më me fat që po mrin që përtej vendit dhe në institucionet jashtëzakonshme me prezantu diçka e cila nuk do të lëshyhet asnjëherë. Absolutisht, historia jonë është e pandryshueshme, nuk rishkruhet dhe natyrisht që kujtë më shumë se sa neve si qytetarët Republikës së Kosovës na takon ta mbrojmë atë. Mua më vjen keq pak për këto ndasit politike kohën e fundit që janë bërë, për përçarjet, për një lloj urrëtie që ka hyrë mes njerëzish, sepse duket sikur dhe natyrisht bashkë neve fare nuk na takon kjo gjë, sepse nuk ka shumë vite që kemi dalë prej luftës, ende plagët janë shumë të hapura për shumicën prej familjeve, kemi ende persona të pagjetur dhe konsideroj që duhet kemi pak konsiderate edhe në këtë pjesë, dhe duhet ta marrim pak më seriozisht mbrojtjen e historisë Kosovës edhe gjithë atë që kemi të kaluar, kështu që po besoj që jemi ne ata që duhet ta mbrojmë në mënyrën më të mirë edhe gjykimin që është duke ndodhur aktualisht në Hag. Gjithsesi, unë e konsideroj që krejt kjo që ka ti bën është një punë e cila jo vetëm se flet për historinë tonë, po do të shkruhet edhe për veprën tonë ndaj veprës së pashlyer. Uroj Valentina dhe shpresoj, natyrisht unë kam pas gjithmonë fokus edhe mision të jetës edhe përpara se të jem në këtë mandat të ambasadores, që të lë gjurmë tek shoqëria kosovare dhe të bëj diçka sidomos për integrim të barabartë të kategorive të ndjeshme në shoqëri, po tani në këtë rast edhe për integrim të Kosovës në hartën ndërkombëtare në shumicën e vendeve ku ne fare ndoshta s'kemi ekzistuar apo ende nuk ekzistojmë. Kështu që me hapa të vegjël ndoshta, po shumë sigurt po mundona me lanë gjurmë të thella të cilat pastaj do të jenë pasuese edhe tek gjeneratat e reja. Tek gjeneratat e reja. Punë jashtëzakonisht bujare dhe fisnike që jo shumë njerëz e kanë fat me bo. E vërtet, e konsideroj veten me fat në këtë pikë, po natyrisht që është edhe sfiduese jashtëzakonisht shumë. Gjithsesi, të përfaqësosh një vend, të përfaqësosh një histori e cila po kalon në situata çfarë ka, është përgjithësi e jashtëzakonshme për shkak se thuhet që një shkronjë vetme me mungu mundet me e deviju, mund ta ndryshoj krejt konceptin dhe përmbajtjen e sakrificës madhe që është bëha për këtë vend, jo vetëm në vitet e fundit, po dihet që vendi ynë ka kohë dhe periudha që ka qenë në vështirësi të shtetit të vetë, vendit, teritorit vetë. E vërtet, po tani kemi mundësi ta tregojmë vetën, definitivisht. Tash patriotizmi modern është forma... Tani kemi mundësit që të zhvillohemi më shumë si shtet, krejt që ka na duhet është të lëmë anash i natit politike edhe të vazhdojmë tutje punën, sepse Kosova edhe rinia e saj ka jashtëzakonisht potencial për sukses. Këtë e kemi dëshmuar edhe në fushat të tjera, qoftë në muzikë,
qoftë në sport, qoftë në diplomati, në çdo fushë tjetër, kështu që pse mos ta shfrytëzojmë këtë potencial të rinisë që e kemi. Definitivisht. Elvan, cilat janë të fundit aktivitete, përfaqësime që kemi i bë për këtë fillim vet? Ku i ki agenda tash? Agenda është në përpilim e sipër, e thamë e përmendëm që sapo jam kthyer nga Vjena, muajin tjetër do të jem sërish në OKB për kësa herë në New York dhe do të jetë hera e parë që Kosova përfaqësohet në forumin global rinor të Këshillit Ekonomik Social të OKB-s dhe kom nderin jashtëzakonisht veçantë me shku për herë të parë edhe me përçu zanin e Kosovës atje. Kam përshtypjen që do të jetë po aq sfiduese sa ishte në Vjenë dhe mezi po pres natyrisht që të bëj përgatitjet e duhura dhe të vazhdoj drejt New Yorkut pastaj për zhvilluar edhe takime të tjera të rëndësishme me temën relevante. Përveç temës kryesore që ki zakonisht organizon, ki agend për takime, shfrytëzim të ushtimit? Po, absolutisht. Jashta agendës së konferencës që bëhet, gjithmonë janë edhe së paku 2 ditë që organizohen edhe protokolle dhe takime të tjera. Faleminderit, edhe takime të tjera, varësisht domethënë prej temave që ne zgjedhim të diskutojmë. Kështu që po besoj që edhe këtë herë do të jetë një agendë e ngjeshur në New York, anipse do të jetë një udhëtim i shkurt. Sa planifikon me qëndru në New York? Nuk mundesh me shku në New York pa qëndru të paktën 5 ditë, kështu që minimumi 5 ditë. Një ditë dhe sa shkojsh, një ditë pushosh, jo për fatësimi. Ne zakonisht shkojmë një ditë përpara dhe kthehemi një ditë pas, po kjo varion edhe për shkak të agendës, tash të shohim po. Me që po filloj me përgatit, një pyetje jashtë krejt punës profilit tënë si Elvan që njëm, a gatun? Hajtë pytish të shtëpia të regoj. Dhe më thonë s'mo gatuj. Jo, nuk është që s'gatuj, po e patëm muhabet me Nusen, me Gresën, ta qka do me thonë kur të pysin a gatun, ta hajtë se diçka di me boshat. Gresën a pas ka para primi vitje. Po, kështu që e patëm pak si moment ashtu fani, po gatuaj, po jo shumë shpesh. Nëse mbes na i herë vetën, kështu po. Qka zakonisht pëlqen me hongër si person, ushqimet e preferume? Me të thanë të drejtën pasta, jom shumë person i ushqimit italian. Ma shumë ka fillu shumë e më pëlqy edhe ushqimi aziatik. Se e kom vizitu shumë atë pjesë, dhe tash jom fokusu pak të ushqimi aziatik, po nuk përjashtohen asesi këto tona tradicionale. Ne jemi lindë dhe jemi rritë këto, edhe kudo që shkojmë në përbot, me flia, me pitet Kosovës, haroj e se s'ka. Ka që ato që tona të në tjetër gjithë qysh. Ose kur po flasim edhe për sushit, e kisha një shoqe që e kam lutë me marrë në emision që sa ko, i bën sushit ma të mira. Shkum, për iftar nga bo një sushi edhe me veti ma dha një pjatë. Edhe në ndërkohë për thotë burjem ta i thu kaltrinës ta let në marën sarme, sa të në marën sushi. Edhe sarma ti kam shumë për qefi për ndryshe. Nana i gatu një është zakonisht mirë edhe ma qitë ndërmen që s'pas në hungër mëti. Sarmet janë thirrje publike mamit me na mbaru sarme vikendin tjetër. Që priton i bojmë bashkë, mbledhe me dikone. Sa i kena Elvanën në Kosovë. Po pa tjetër. Sa të kemi këto. Okej, po fillojmë tash me ba dhe kremën. Une dona me... Ta shatë në ndimoj, une diçka që shtu veç me këtyrë. Ja, veç me ty, me veç muhabet, se edhe Bli Hajlo si kemi ra, ka kemi disht, me ashtë sa... Ajo, a? Po di. Se ta shtojnë publiku, kjo për i ka veç në aeroplan, s'po gatuj ka, gatuj. Gatun edhe kjo, po qash zoti si ja vjen krejti. Elvan, të pjesa konkrete ku ti e thash impaktin që jep, nëse janë të numrushme, cilat pika ose projekte i kishë numru dhe që menon që kanë me të përfaqësu shumë ty në kontributin që ke dhe në ndimen. Shumë shpesh më bëhet kjo pyetje, jashtëzakonisht shumë shpesh, po e kam shumë të vështirë të ndoj, sepse si që thash, çdo vit është nga një projekt i ri, ka shumë, jashtëzakonisht shumë, po flas për projektet kryesore të fundvitit, çdo vit nga një projekt të ri, pa përsëritur, pa bërë më herët në Kosovë, edhe sa them që ky do të jetë më i veçanti, gjithmonë vjen tjetri që ja zë vendin. Kështu që e kam pak të pamundur, por secili e ka rëndësinë e vet, secili ka pasur sfidën e vet për të realizuar, secili ka pasur impaktin e vet për të realizuar, ndoshta më i vështiri për të realizuar edhe më i dhimbshëm në të njëjtën kohë, ka qenë fushata një fije dritë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë në vitin 2017. Në kuadër të asaj fushate, përveç videoklipit zyrtar që ka dalë në media me personalitetet të ndryshme dhe me mesazhe në mbrojtje të këtyre viktimave, kam dëgjuar
me qindra histori të këtyre viktimave, drejt për drejt duke u përballur me to, dhe ka qenë 10 ditëshi më i rënd në jetën time, duke dëgjuar ato histori të tmerrshme se çka ato gra kishin përjetuar në kohë të luftës. Nuk munden as mira libra, as mira fjalë me i përshkru, gjithë tmerrin që ato gra dhe vajza e kanë përjetuar në atë periudhë. Dhe unë kam thënë gjithmonë që është njëra nga kategoritë më të vështira, më të rënda që kemi në Kosovë dhe njëra nga kategoritë që ka më së shumti nevojë për mbështetje dhe për përkraje. Dhe mbështetja ndaj tyre nuk është vetëm materiale, besoj që mbështetja Jo, ndaj tyre është... absolutisht, mbështetja materiale është një segment i rëndësishëm, por sa kanë rëndësi ato për mbështetje emocionale, për mbështetje morale, për qenë të pranuara në shoqëri, për dalë dhe për të folë publikisht për tmerrin që e kanë përjetuar, ju nuk mund ta besoni, sepse ndryshe nuk mund të tejkalohet stigma. Ne e dim që tashmë kemi vetëm 3 raste që kanë dalur publikisht të flasin, domethënë me rastin e Vasfijes, Shyretës edhe tani së fundmi Ramadan Ishorit. Natyrisht që ata kanë shkruar historinë, definitivisht historinë e dhimbshme të Kosovës dhe historinë e vërtet, që po besoj se gjithë bota duhet ta dëgjoj sot ose nesër, kështu që do duhej secili prej nesh të kemi një konsiderat shumë të lartë ndaj këtyre viktimave, t'i marrim seriozisht, t'i trajtojmë seriozisht, sidomos në njohjen e statusit të tyre. Definitivisht. Fillum na me ba dhe kremën se metëm Elvan. Metëm të folë për sene që definitivisht kur nuk do të mu kryë dhe uroj që edhe nëse kryen kanë me qenë të pakten me u kryë në diskutim, po në dokumentacion me mbet në arkivat tona me qenë gjderë. Mi u këthy pak pjesës tone të profilit tënë, më nga të regu në qka je specializune, Elvana, si person? Elvana është politologe me profesion, kom përfunduar shkencat politike në Universitetin e Prishtinës, edhe gazetarin dhe komunikimin masiv në AB. Kështu që punoj në të dyja profesionet e mia, në të dyja fushat, edhe në diplomaci edhe në gazetari, sepse për te i kësaj, kam edhe një emision timin autorial, një podcast për gratë e suksesshme të Kosovës që transmetohet në RTK Radio, kështu që është javor. Dhe ka qenë dëshira ime prej fillimit, prej studimeve, që mos me dalë jashtë fushës së studimit kur vjen çështja tek puna, dhe kam qenë me fat që kam pas mundësi me u inkuadru në të dyja profesionet. Kështu që po e bëj me shumë qaf, me shumë dashni dhe për shumë mirë. Po normal që fokusi kryesor është tek diplomacia. Tek diplomacia. Po është një ndërlidhje mes PR-it, gazetarisë dhe diplomacisë është i pashkputur, e që ti ndërlidh shumë mirë. Mu ka përshtat jashtëzakonisht mirë, sepse me qenë edhe specialiste e komunikimit masiv, më ka ndihmu pastaj edhe në aspektin e dialogimit edhe të negociatave që ne i bëjmë në një tavolinë diplomatike, sidomos të diplomacisë publike, që është e ndjeshme në të njëjtën kohë dhe e vështirë për të negociuar, por që mua më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë fakti që kam qenë e specializuar në të dyja këto fusha. Rrugtimi jëtë drejt krejt kësaj që ka bënë, krejt këti misioni, qysh ka ardhë Elvan, ka je motivu, a ka qenë herë në një udhkryq, i cili të ka derivu gjithë këtë energji, të ka kristalizu gjithë këtë mision? Tira, në fakt, publiku tashmë e dënë që familja ime nuk ka qenë e zakonshme dhe nuk ka qenë e letë. Dhe bazuar në këtë fakt, bazuar në gjithë rrjedhën edhe vështirësitë shëndetësore që i kam pasur në jetë, natyrisht që kam pasur gjithmonë një vizion edhe një mision, një caktuar se ku dua të arrijë. Dhe bazuar në këtë, unë kam nisur që në moshë të re, që në moshën 12 vjeçare, me njerë pas luftës, të punoj me organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në çështjen e të drejtave të njerëzit dhe diplomacisë publike, dhe nga aty ka nisur gjithçka. Do të thënë, unë kam ardhur në pozitën e ambasadores dikon pas 12 vitesh përvoj pune, në një moshë jashtëzakonisht të re, isha vetëm 24 vjeç kur jam emëruar, kështu që ka qenë e re edhe për mua, edhe për shtetin e Kosovës, po jo e re për mua në aspektin profesional, sepse nuk kam ardhur ta quaj nga korneri, nga asgjëja, mirë po kam ardhur nga një rrugtim jashtëzakonisht i gjatë me organizata ndërkombëtare të ndryshme, duke udhëtuar edhe atëherë kur Kosova s'ishte fare shtet. Sfiguronte fare në për hartat ndërkombëtare, kështu që kom qenë pak a shumë do të thoja eskalitur kur e kom marrë misionin e ambasadores se si duhet të vazhdohet kjo punë. Mirë shumë. Sa po du më shkput pak prej punës, prapë se prapë po na qetë qatje. Po pak duon sa po i bjen, premë të ke Bajrami, Qa bëni ju për Bajram kryesisht? Ona 5.
Po besoj që krejt Kosova e din që ka bën ana e fesë për Bajram. E ke fjallën për ushqimet? Ushqime, mënyrën e ritualin e festës. Është ritual, besoj, si kur krejt rituale tjera në për qytetit Kosovës, zakonisht jemi krejt familja bashk, sidomos në drekën e Bajramit. Sa i përket ëmbëlsirave, nuk diskutohet, baklava është e pa menjanueshme, gjithmonë është me neve, aty këtu edhe ndonjë ëmbëlsir, kështu që e kemi një fest jashtë zakonisht me harmoni brenda familjes, me zi presim me qenë të gjithë bashk, edhe gjithmonë mundohemi me festu në formën më të mirë. Më të mirë, tipike shqiptare? Tipike, është e vërtet. Jom rritë në një familje, do të thoja, tradicionale, sa tradicionale aq edhe moderne, por që gjithmonë tradita duhet respektuar. Gjithsesi. Keni të praktikushme shkuarjen kështu tek miqt, tek familjarët për urimet e Bajramit? Po, zakonisht ne në pej ditë e para gratë presin për Bajram, ndërkohë që janë gjinia mashkullore ata që vinë për të na vizituar, ndërkohë që dikon ne dalim pas një dite ose 2 për të vizituar familjet tona, pak ndoshta është prish ky ritual, nuk është që po e mbajnë shumë, sepse tash po preferojnë shumë edhe me dalje jashtë Kosovës për festat kur po lidhen edhe me vikendin, me pushime, po megjithatë ne si familje mundohemi me i respektu, me prit edhe me vizitu familjarë dhe miq të ndryshëm, të paktën në këto festa, marr parasysh faktin që jeta është bërë shumë dinamike, të gjithë jemi në puna të ndryshme, kemi shumë pak kohë ndoshta edhe për veten e lërmë për të tjerët, kështu që shfrytëzojmë maksimalisht këto ditë festës, ditë pushimit, që të vizitojmë edhe ata familjarë, edhe ata me që ndoshta i shohim pak më ratë. Ka ndodhë mos me qenë Kosovë, me qenë me ndonjë emision? Po, më ka ndodhë. Kur ka qenë ndonjë fest? Po, më ka ndodhë për Bajram, kom qenë 2015, ka qenë vizita ime e parë në New York, në OKB, dhe kom qenë atje për një Bajram e mbajment, kështu që po më ka ndodhë. Po, nuk është ndjenjë mirë, nuk është jam ndjenjë mirë, jo. Jo, nuk është jam ndi mirë, sepse jam mësu gjithmonë të paktën për festa me qenë me familje, unë jam shumë e lidhur me familjen, jashtëzakonisht shumë, sidomos ka aspekte emocional, edhe jam sikur ai fëmia i vogël i shtëpisë që kur ka gjërat të veçanta ose festa, dua të jem gjithmonë me ta edhe ata të jenë me mua. Kjo është vlera më e madhe. Si person, çka kishe vlerësu mas shumti si pikë të fortë në sa i përket pjesës tradicionale të vendit tonë? Humanizmin ndoshta dhe dashnin që na karakterizon për njëri tjetrin. Ani pse po thuhet që kohën e fundit ka nisë me u prish kjo gjë, me u prish ky fenomen që neve na karakterizon, kjo karakteristike e popullit shqiptar, megjithatë unë insistoj që qëndrojmë në këtë, në bamirësinë që gjithmonë e ka karakterizuar popullin shqiptar edhe në dashnin për njëri tjetrin, është gjë e rrallë dhe nuk e gjen te popujt e tjerë. Definitivisht. Duke pas parasysh faktin që kam udhëtu pothuajse në të gjitha kontinentet e botës, ajo që e gjen tek shqiptarët nuk e gjen dot tek popujt e tjerë. Dhe është mirë të insistojmë që ta ruajmë mes njëri tjetrit. Impulsiviteti pak na ka dalë pa, si popull, dhe kjo me raste, jo çdo herë, por që ndoshta kjo na i zbeh pak. Mendoj që dinamika e jetës, nganjëherë edhe kushtet ekonomike që po variojnë në Kosovë, situata politike besaj, ka bërë vetën që të bëhemi pak më impulsive dhe ndoshta të harrojmë atë anën e mirë dhe të ndjeshme që e kemi si popull, por nuk ma merr mendja që do të na humb në tërsi, nuk e besoj. Është relative. Është relative, është në gjakun tonë dhe nuk besoj që do të bëhemi aq njerëz të ftohtë sa nganjëherë po tentojmë të bëhemi, kështu që jo. Ose paktën unë nuk dua të besoj. Po, ku nuk pëlqen diçka dhe nuk don me pranu, sepse është vlerë e jashtëzakonshme, vlerë që ndoshta me kalimin e kohës mundet edhe me u zhduk, andaj duhet me rujt edhe me përsërit të gjeneratat e reja, për shkak se është virtyt i lartë njerëzor kjo. Natyrisht. Kjo që e kemi shqiptar, që në vendet tjera nuk është që ju bën përshtypje gjithë kjo që shqiptar të shpreh. Sidomos humanizmi është shumë i theksuar tek ne, diçka që prapë po them nuk është e gjen shumë tek popujt e tjerë, kështu që unë do doja shumë që mos dalim prej kësaj karakteristike që e kemi, do të thoja, ndërshikuj si popull. Definitivisht, edhe na qëton e krytëm, po ju mua betin, kështu që qëtash Elvan jena shlirë me bo... Kjo po duket shumë e shishme, edhe shumë e bukur në të njëjtën kohë. Është shumë e lehtë me u bë, nëse e bën me krem pluhur të gatshëm, por përndryshe nëse duhet ose krejt ata që dojnë me marru vetë, ka procedurë, don vezë, don çokoladë të shkrirë, don krem pana, për me emrim u bë, do të thotë krema për fundi që kemi shtu, përndryshe
Nëse dojmë mos me harxhu shumë kohë në kuzhinë, atëherë i kemi sot të gjitha mundësit nga industria e ushqimit që na ofrohen për me e bë më shpejt një ëmbëlsirë, kështu që dojmë na dhe një ëmbëlsirë të kontrolluar prej sheqernave. Sepse mundemi me shtu çokoladë sa dojmë. Kjo është më e mira. Kjo është më e mira se kohën e fundit kam filluar me i kushtu shumë kujdes kësaj pjese. Kam qenë edhe në një tretman shumë strikt nutricionistit tim personal, kështu që ka muaj ndoshta të tërë që kujdesem shumë për këtë pjesë. Edhe më ka bërë me u ndi shumë më mirë se sa përpara. Për shkak të peshës apo për shkak të shëndetit kështu me jetu më shëndetshëm? Pak për shkak të peshës, pak për shkak të shëndetit, ashtu krejt ka pak një varlloj miksi dhe dolëm me një rezultat të jashtëzakonshëm, kështu që inkurajoj të gjithë që të kenë kujdes sidomos në ushqim. Është shumë e rëndësishme. Po kur s'ki mundësi vetë me gatu është pak problem. Këtë e kom mësuar gjatë kohës sa isha në këtë dietën strikte që po them, që edhe kur nuk mundesh me gatu, ke mënyra, ke mundësi që edhe jashtë të pash disa gjëra, jo ndoshta shumë të kushtueshme, sepse e dim që ushqimi i shëndetshëm kushton jashtë, por mundesh ndoshta me minimizu disa gjëra edhe prap mos me mbet ashtu unë edhe me qenë mirë me veten edhe me shëndetin. Kështu që krejt varet se çfarë lloj forme e zgjedhim që me te i kalu një situatë që ndoshta për momentin është pak e pamundur. Është e pamundur. Prej ushqimit po dalim dika tjetër. Sa Elvana ka qef me pushu dhe çka zakonisht preferon, ku preferon me i bë pushimet? Sa është Kosova vend i mirë për turizëm? Është Kosova jashtëzakonisht vend i mirë për turizëm, po patjetër, sidomos në aspektin malor. Kosova e ka turizmin malor jashtëzakonisht të bukur edhe ke vendet shumëta ku mundesh me shku edhe me kalu një vikend ose një javë ashtu në qetësi, larg zhurmës së qytetit, larg gjithë stresit që na karakterizon. Si familje kemi bërë praktik prej vitesh tashmë që të paktën një herë në vit mblidhemi krejt familja edhe shkojmë diku bashkë, qoftë në Kosovë, qoftë jashtë Kosovës. Sa ka dëshirë Elvana me pushu, kam shumë dëshirë me pushu, po më është bërë si një lloj deformiteti profesional që edhe kur kam pushim nuk di të pushoj. Gjithmonë e kam mendjen te puna. Çka në këtë muaj, çka muajin tjetër, afrohet fundi vitit, tu mendu për projekt. Do me thonë, truni em është gjatë gjithë kohës, funksionon edhe punon, edhe nëse i marrë dikun 10 ditë, shpesh them nga njëherë sa përsy e faqe i marrë ato 10 ditë pushim, se prap jom gjithmonë aktive. Kështu që po mundona nga njëherë me pushu ashtu kur po akumulohet komplet energjia, po me gjithatë kur mësohesh me qenë aktive 24/7 është pak e vështirë. Harxhohet shumë shpejt ai qefi me najtë edhe me pushu mu kanë off. Po, është e vërtet. Zakonisht unë kam një ditë, eventualisht 2 ditë vikend që pushoj, me pas edhe ditën e tretë pushim për mu kthehet mbajatizëm, edhe me zipres pastaj me u rikthy prap në aktivitet, po them është deformitet profesional që tashmë është bërë pjesë e jetës time e pandashme dhe nuk funksionoj dot ndryshe. Unë nuk funksionoj në një ditë që nuk është aranxhuar me protokoll prej A deri në Zh, nuk funksionoj në një ditë që zgjohem në mëngjes edhe nuk di se çka kam me bë. Gjithmonë di se çka kam me bë, dhe atëherë kur e kam komplet lirë, e di që kam me dalë me pi një kafe ose me taku një mik ose të paktën edhe thjesht me këshyr një film, kështu që preferoj me pas jetën shumë të organizuar. Deri tani mirë ja kam dalë, jam shumë mirë në menaxhim të kohës, po shpresoj që kam me mbërjedh kështu edhe në të ardhmen tash. Nëse Elvana nuk e kish pas këtë profil, për sa e përket pjesës çka bën, si aktivitet punët që e ki, po dhe si specializim profesional, çka kishë mujtë me po Elvana ndrysh, përveç gazarisë dhe diplomacisë? Nuk besoj që kisha pas diçka tjetër, sepse prej fëmijë këto janë... Ki pas në ndër tjetër, apo ka qenë njëjta? Prej fëmijë, prej që e mbaj mend veten, këto janë dy profilet e mia që i kam dashur. Dhe kjo është arsyeja pse i kam studiu të dyat, sepse nuk kam mujt me i nda prej njëna tjetrës. Kështu që nuk e kam idenë se çka do të isha në të ardhmen nëse s'do të isha në këto dy profesione ose në këtë punë. Gjithmonë e kam dashur komunikimin me publikun, njerëzit, me qenë rrethuar me shumë njerëz, me shumë miq. Unë nuk di çka është me qenë vetëm ose me pas një jetë pa shoqëri ose pa njerëz që të rrethojnë. Jam jashtëzakonisht shumë e socializuar, e tillë kam qenë si fëmijë gjithmonë, të paktën kështu më përshkruajnë edhe prindrit, kështu që nuk besoj, nuk e di se çka do të isha tjetër, nuk besoj që do isha diçka tjetër, duke qenë se prej fëmijë kam ditë sakt çka po dua dhe cilat do të jenë profesionet e mia. Nuk e qenë ti mosër për me të orientu prindrit, sikurse sot që bojmë gabime si prindër tek fëmijët, tentojmë me qenë arkitekti i ëndrave të tyre, i realizimeve, kështu që shpeshherë ajo që është burimore që rrjedh natyrshëm,
merr edhe pilok të rëndësishëm. Nona ka dashur gjithmonë që dikush prej neve fëmijëve, ne jemi 4 fëmijë, 3 vajza edhe 1 djalë, me studiu mjekësinë, sepse ajo e ka dashur jashtëzakonisht shumë mjekësinë, po asnjëri prej nesh nuk ka qenë profil i mjekësisë. Të paktën ju unë, me të gjithë atë të kaluar në fushën e mjekësisë, asesi nuk do e shihja veten si doktoresh në asnjë rrethon, kështu që të gjithë fëmijët kemi fakultetet tona, kemi profesionet tona, po jo në fushën e mjekësisë. Pa dasht me unalë edhe në shumë detaje rreth rrugtimit tonë, jo shumë të lehtë që ke pas gjatë jetës, tënde në dyrë të ndryshme, në vende të ndryshme, përsa i përket trajtimit tonë të anës mjekësore. Qysh e sheh sot ndryshimin, sa sheh që ka ndru qasja në aspektin e trajtimit mjekësor, dhe a ki lëndime ose trauma të cilat nuk të largohen nga mënyra se qysh, sidomos kur ke kryer intervenime në një vend ku kemi qenë edhe në konflikt me ta. Tani dëgjoj, traumat janë gjithmonë të pranishme me neve. Nuk mundesh me thënë që të ka kalu ose ke haru një traumë, krejt varet prej teje se si vendos ta trajtosh traumën të cilën ti e ke përjetuar gjatë fëmijërisë. Unë kam vendosur ta trajtoj si diçka të kaluar, duke mos e menduar në vazhdimsi, duke mos u fokusuar në atë se si ka qenë fëmijëria ime dhe rrjedha e jetës në aspektin shëndetor, po çka do të bëj sot dhe çka do të bëj nesër. Dhe kështu kam funksionuar, ndoshta kjo është edhe arsyeja pse i kam arritur këto suksese përkundër krejt vështirësive që i kam pas. Sa ka ndryshuar qasja, sa ka ndryshuar aspekti mjekësor, shëndetësor, është e padiskutueshme, po flasim për 30 vite pas, dhe natyrisht që ka një progres të jashtëzakonshëm si në aspektin e mjekësisë në Kosovë, si në atë ndërkombëtare, dhe unë jam shumë e lumtur që për çdo vit dhe për çdo ditë po avancohen teknika të reja dhe njerëzit që eventualisht mund t'i kenë problemet e mia, po kanë mundësi që të avancohen edhe të kenë një shërim të paktën të përafërt, nëse jo 100%, për çka unë jam jashtëzakonisht e lumtur. Por duhet të theksoj që edhe në atë kohë, ani pse ka qenë komplet tjetër periudhë e jetës, prindrit e mi nuk kanë kursyer absolutisht asgjë për gjetur qoftë edhe 1% shërim kudo ku dikush u ka thënë, qoftë në Kosovë, qoftë jashtë saj, kanë vendosur të gjitha mundësitë e mundshme përpara vetes që unë të kem shëndetin që e gëzoj sot. Familjet shqiptare vjen në shprehje gjithsesi kjo kur edhe në mundësitë më të vogla dhe më të pamundura i japin, ndoshta të gjithë në të gjitha vendet e botës, po është e jashtëzakonshme në shqiptari kjo ndaj fëmijëve. Po, por në rastin tim ka pasur dhe vazhdon të ketë fatkeqësisht familje patriarkale të tipit të tillë që personat që kanë vështirësi të dukshme në lëvizje ose ndonjë anomali të fshihen. Kjo ka ndodhur edhe në gjeneratën time dhe ndodh edhe tani fatkeqësisht. Kështu që apeli im edhe thirrja ime është që të gjithë ata që kanë fëmijë eventualisht me ndonjë sëmundje ose ndonjë vështirësi, mos t'i fshehin, nuk është e turpshme, sëmundja është diçka që përcaktohet prej Zotit, jo prej nesh, kështu që ne duhet mundohemi që secilin ta pranojmë ashtu siç është me të mirat edhe me vështirësitë e saj, andaj duhet jemi më të hapur në këtë aspekt, ashtu siç ka qenë familja ime qysh para 30 vitesh. Tash mos flasim për këtë periudhë që ndoshta gjërat do duhet ndryshonin edhe më shumë se sa kaq. Dhe njerëzit që kanë vështirësi ose që janë persona me nevoja të veçanta duhet jenë shumë të dukshëm, qoftë në media, qoftë në shoqëri, të bëjmë më të mirën e mundshme që ata të kenë një integrim të barabartë në mesin tonë. Të paktën vlerësoj personalisht, ky është mendimi im personal, që të paktën mangësitë që të cilat janë të dukshme i shohim, por çka t'i bëjmë atyre që kanë të padukshme dhe që shfaqen dhe japin gjëra të cilat ndoshta nuk i duan shoqërisë tonë. Kështu që shumë më mirë është të kemi me virtyte dhe të mira ata sepse asgjë nuk e përcakton një njeri. Natyrisht, nuk do të komentoja pjesën që po flisje, por do të komentoja atë që, siç e thash, ne nuk e përcaktojmë shëndetin tonë dhe rrugën ka na çon ajo. Kështu që e mira e saj është që ti ndalim pak paragjykimet, mos të fokusohet populli i Kosovës dhe shoqëria e saj vetëm tek amballazha, vetëm tek një dukje e bukur, e pastaj të loanash të gjitha virtytet dhe kualitetet tjera që mund t'i ketë një njeri, sepse e kam thënë gjithmonë, dukja është relative, shkon e vjen, mirë, po personaliteti që kemi, ajo që ne ndërtojmë për gjatë viteve, ajo mbetet përjetësisht. Kështu që unë do doja që populli shqiptar, sidomos në Kosovë, ta ketë pak këtë fokus më të madh që ta sheh një person për kualitetet, për virtytet njerëzore që i ka dhe jo për dukjen, sepse dukja shkon e vjen, është diçka shumë relative, shumë e shkurt, mund të ndryshojë me kalimin e kohës, por personaliteti nuk ndryshon asnjëherë.
Definitive, ne lindim me atë personalitet, me atë karakter dhe mund të ndryshojmë finesat e vogla gjatë rrugtimit. Po, absolutisht, dhe do doja që personalitetet, karakteret të jenë më pozitive, të jenë më mendjehapura në mesin tonë, e kuptoj që dinamika e jetës, ndryshimi, teknologjia, gjithë shka e ka bërë vetëm që edhe ne të ndryshojmë pak si personalitete, por mos të dalim nga kornizat e të qenit njeri. Besoj që kjo është më e rëndësishme dhe pavarësisht se cilit pozicion që mund të kemi. A mund t'jesh ambasadore, a mund t'jesh gazetare, politikane, presidente, çfarëdo të qoftë. E rëndësishme është që t'jesh njeri në thelb, sepse pozitat edhe këto shkojnë e vinë, por njerëzilloku gjithmonë mbetet brenda nash. Elvan, faleminderit shumë për gjithë këto që na rrëfeve, për gjithë misionin tonë, cili është shumë bujar e shumë fisnik, edhe që na shërben secilit prej neve, dhe për pjesën tjetër që nuk e kemi dëgjuar shpesh, sepse zakonisht kapemi mbi atë se çfarë bën Elvana. Faleminderit shumë dhe të jam mirënjohëse jashtëzakonisht shumë për pranimin e ftesës, për me qenë në emisionin tonë me forë sepse ideja shihet jashtëzakonshme. E do shumë faleminderit, unë kënaqa shumë, ishte pak më interesant me folë për pjesën ndoshta të jetës me protokoll që ne e bëjmë jashtë në një ambient të kuzhinës. Nuk është shumë e zakonshme, unë thash bisedat më të mëdha dhe më të mira i kam qoftë me motrën, qoftë me nusën në kuzhinë, sidomos kur e pijmë kafen e mëngjesit, kështu që njëjtu ndiva edhe këtu në studio sot, po besoj që edhe publiku ka pas çaste të mira me ne, unë të uroj shumë suksese edhe shëndet. Faleminderit shumë. Dhe faleminderit të gjithë shikuesve të cilët kanë qëndru sot me mu dhe Elvanën dhe po besoj që ju ka pëlqyer edhe receta, edhe pse ka kalu Bajrami, sot është dita e dyta, e tretë, s'dia i ka 6 trik, po mundeni me përgatit, është e shpejt receta. Po urojmë festën e Bajramit, nëse është dita e dytë, urimet më të mira. Urimet më të mira, fest, çdo herë paqe dhe dashuri. Ne shihemi në edicionin e radhës dhe gjithsesi mos harroj ta falenderoj Alinda Bytyqin, e cila është përkujdesur për veshjen time. Shihemi të dielën e ardhshme.